Zjarri i djeshëm në një pallat 12 katësh pranë farmacisë numër 10 në Tiranë la pas një tragjedi të rëndë. Dhjetra familje në qiell të hapur dhe rreth 30 apartamente të shkrumbuara plotësisht. Flakët u përhapën me një shpejtësi alarmante, duke nxjerrë në pah një realitet të hidhur, diferencën e thellë mes çmimeve luksoze dhe cilësisë skandaloze të ndërtimit. Brenda pak minutash, fasada u përpik nga zjarri dhe mundi shumë viteve për familjet u kthye në hi. Por në mes të kësaj tragjedie, dolën në pah heronjtë të vërtet. Mes flagëve, tymit dhe rrezikut që shtohej çdo sekond, zjarfiksit hyn pa hezitim në ndërtesë. Njëri prej tyre arriti të depërtonte në zonën më të rrezikshme dhe të shpëtonte një grua që rrezikonte të mbetej brenda. Me qetësi dhe mendosmëri, ai e nxorri nga flakët dhe për ta mbrojtur, hoqi kokorën e tij duke ia vendosur asaj në kokë, një gest që flet më shumë se çdo fjalë për sakrificën dhe për kushtimin. Ndërkohë, të tjerë zjarfikës u ngjitën drejt kateve të sipërme, ndërsa copat e fasadës së djegur bien mbi ta. Të lënduar por të pathyer, ata vazhduan ndërhyrjen, duke mos u tërhequr për asnjë moment. Kjo ngjarje nuk është vetëm një tragjedi, është një pasqyrë e një problemi të kahershëm, ndërtimet pa standarde dhe mungesa e investimeve në shërbime jetike si zjarrfiksja. Në një qytet që rritet çdo ditë në lartësi, ata që përballen të parët me flakët vazhdojnë të punojnë në kushte të vështira, shpesh pa mbrojtjen dhe pajisjet e nevojshme. Dhe megjithatë, ata nuk ndalen. Ndërkohë që kurse sis mund të lëm pas kolegët e tjerë, Herald Metani, Mikel Tafa, Jonus Murataj dhe Marcel Troshku, janë vetëm disa prej zjarrfiksve që rrezikuan jetën, shpëtuan banorët më të rrezikuar dhe mbetën të lënduar gjatë përballjes me flakët. Ata nuk kërkuan vëmendje, ata bën detyrën, por detyra e tyre ishte heroizëm.